Egli Tako ka ndërprer garën e Big Brother VIP Albania 4. Pas largimit të saj, Gjesti u pa duke biseduar me Rozanën në oborrin e shtëpisë ku i shprehu mendimet e tij për këtë situatë. Ai tha se kishte pasur në plan që ose ai ose Egli do të largohej nga shtëpia dhe sipas tij Egli bëri mirë që doli. Gjesti shpjegoi Rozanës se kishte vërejtur disa shenja që tregonin se Egli po kalonte një moment të vështirë. E kam ditë që do dilte, se kur shkova në banjo, e pash një herë duke vjell. Unë e kuptoj kur njeriu vjell dhe e dija që e kishte prej stresit, prej të qenit nervoze, pasi nuk më fliste asgjë, thot ai. Gjesti shton se kishte vërejtur që Egli po ndihmonte veten dhe për këtë ai e konsideroi largimin e saj si një vendim të duhur. Unë sot e pata bër plan, ose unë ose ajo në këtë shtëpi. Pasha zotin po, nuk shkon kështu Rozan. Këto hapa që ajo i ka bër, unë i kam ditur se ku do e sillnin. Nuk do të thotë që nëse nuk nxjerr lot nuk mërzitesh, i tregon Gjesti Rozanës. Me pak fjalë, situata është e qartë. Gjesti i ka vendosur ultimatum produksionit, ose ai ose Egli në atë shtëpi.